tonë është e kohë të diskutohet mbi atë çfarë ka bërë Serbia në Kosovë, çfarë ka ndodhur aty, po kështu edhe për rolin e James Rubin është folur mjaftueshëm për gjatë këtyre ditëve se si ka ndikuar për ndërkombëtarizimin e çështjes së bashku me Christian Amanpour, pastaj sigurisht në drejtimin e Albright. Janë këto gjëra të qarta. Tani, në aktakuzën e zotit Thaçi, sepse ndaj thash që opinioni ndahet në dy pjesë, dhe do doja dija dhe qasjen tuaj. Në aktakuzën e zotit Thaçi, ai akuzohet për krime lufte, jo ndaj popullsisë serbe, sesa ndaj shqiptarëve dhe mes tyre dhe aktivistëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pse po e them këtë? Cila është qasja juaj personalisht? Ju e thatë, keni qenë dhe jeni drejtues në LDK, aktualisht dhe nën kryetar, apo jo, Lidhjes Demokratike të Kosovës, mos gaboj. Po funksionar, nuk ka rëndësi, funksionar. Aktualisht unë nuk jam edhe deputet në legjislaturën, kam qenë 6 mandate deputet në legjislaturën aktuale, nuk jam, dhe nuk jam as në kryetar partije, jam këshillin e përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po, dakor. Për atë që e thatë ju. Duat kuptoj, si pas ju, qasja, ku fillon dhe ku mbaron përgjegjësia personale nga imazhi UÇK-s? Unë mendoj që ajo çfarë thuhet në aktakuzë karshi krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka shumë fabrikime dhe janë fabrikime nga kuzhinat serbe. Veçmas në atë çfarë tentohet të thuhet edhe në raport me popullatën shqiptare. Është e vërtet e madhe që në Kosovë ka pas vrasje edhe të aktivistëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por asnjëherë ne nuk e mund, as nuk e marrit, dhe këto janë punë të organeve të drejtësisë, dhe në rastin konkret unë nuk e besoj që është duke kryer këtë mision ashtu siç duhet gjykata speciale, përpas që po merret me atë për cilën mendoj që është e gatuar dikun tjetër, por në asnjë rrethon puna dhe kontributi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe i njerëzve barzë të saj nuk mund të zbehet në lirinë. Pra ju thoni me dënimin ose me shpalljen fajtor ose me fajsinë e Thaçit do të dëmtohej imazhi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe i luftës vetvete. Po patjetër që do të dëmtohej, sepse ne e thash edhe një herë, në Kosovë është bërë luftë çlirimtare dhe nuk do dëshironim që bartësit e saj ose pjesë rëndësishme të kësaj ushtrie nesër të dënohen, sepse do të ishte një dëm i madh edhe për vendin. Duke pas parasysh, jo të bërit paralele, por fatkesisht shumë krime të bëra në Kosovë janë ende të padënueshme, po patjetër. Nuk janë të zbardhura dhe mos harrojmë një gjë, gjykata speciale e Kosovës, këtë rast, është formuar krejt për një qëllim tjetër, unë e besoj e din edhe opinioni, dhe ka deviju tërësisht. Asgjë nuk ka nga e që është në rreth trafikimit të organeve, nga Dik Marti, ju e dini këte, dhe kjo ka qenë baza e themelimit edhe të gjykatës speciale. Sidoqoftë, ne si LDK dhe si shqiptar kemë dëshirë me u zbulue çdo kush që eventualisht gjithsesi që janë vrarë dhe kryerësit e tyre duhet dalë para organeve drejtësisë. Këtë fare nuk e kontestojmë ne. E keni lexuar juve aktakuzën për Thaçin? Po patjetër atë pjesë që kemi pas mundësi që e kemi pa. Unë mendoj që ajo që po bëhet në gjykatën speciale aktualisht dhe me ato çfarë kemi pa gjermetani ka total devijim nga ajo se çfarë është mendu fillimisht, ose është synu... E tha dhe James Rubin atë gjë sot në fakt. Mendoni që dëshmia e James Rubin e ndryshon komplet mënyrën se si po shkon ky proces? Unë mendoj që patjetër do të ketë edhe ka ndikim, ka impakt në teorinë, sepse e këtij procesi, sepse gjermetani është ndëgjuar në një mënyrë, nëse mund të them vetëm një raport, në rastin konkret prokuroria, edhe dëshmitar që ata i kanë, qoftë mbrojtur, qoftë pa mbrojtur, jo dini që shumë seanca janë mbajtur edhe të mbyllura, por ne kemi thënë kontributi i njerëzve duhet çmohet. Po ashtu edhe ato çfarë janë bërë në Kosovë, nga kushdo të qoftë duhet zbardh, por nuk po mendojmë që është aktualisht as vendi dhe as nuk po bëhet në këtë drejtim që të zbardhen krimet e supozuara ose të pretenduara të prokurorisë, por unë mendoj që kjo është një farë lloj tentimi i një lloj balancimi që s'mund të bëhet në mes asaj se çfarë ka ndodhur
nga ana e policisë dhe regjimit serb kriminal serb në Kosovë dhe edhe rastet qoftë edhe sporadike të krimeve eventuale që mund të jenë nuk mund barazohen në asnjë rrethon ashtu siç po pretendohet. Shumë faleminderit zoti Beqiri, kënaqësi t'ju kisha në program. Faleminderit edhe juve. Mirë, kemi përfunduar këtu së bashku, ju vjoni të qëndroni me Syri Televizion, orën 21, Adi Krasta vjen me A Show. Bashkë